Pas 12 javësh nga mbërritja e anijes turke e Moliva në Durrës, që transportonte 102 kontenjer me mbetje të dyshuara toksike, organizata mjedisore Basel Action Network dhe Milio Contact Albania kanë ngritur alarmin për mungesën e transparencës dhe bllokimin e hetimeve nga autoritetet shqiptare. Kontenerët, të cilët u kthyen nga Singapori pas ndërhyrjes së autoriteteve të Tajlandës dhe Singaporit, janë sekuestruar nga prokuroria e Durrësit, por deri tani nuk ka asnjë informacion konkret mbi përparimin e hetimeve. Sipas organizatave, një nga burimet e mundshme të mbetjeve mund të jetë fabrika e çolikut Kurum në Elbasan, por mungesa e analizave të pavarura dhe procesit të hetimit publik ka shkaktuar shqetësim. Jim Packet nga Ban theksoi se është e papranueshme që ky rast të injorohet dhe të harrohet, duke theksuar se trafikimi i paligjshëm i mbetjeve të rrezikshme është çështje serioze që kërkon dëshkime penale. Prokuroria e Durrësit është kritikuar për bllokimin e hetimeve pasi refuzoi të pranonte dëshminë e ofruar nga Ban, e cila përmbante prova dhe fotografi që tregonin ndotje të lartë në objektet pritëse të mbetjeve. Për më tepër, kërkesa e Ban për analizën e mbetjeve nga laborator të pavarur evropian u injorua, duke ngritur dyshime për mënyrën se si po menaxhohet ky rast. Në kushtet e kësaj mungese transparence, të dyja organizatat kërkojnë veprime urgjente nga autoritetet shqiptare. Ata kërkojnë sqarime mbi arsyet e refuzimit të dëshmisë dhe kërkojnë publikimin e analizave të mbetjeve dhe origjinës së tyre. Po ashtu ata kërkojnë nisjen e hetimeve penale dhe garantimin që raste të tilla të mos përsëriten në të ardhmen.